Qysh kur Vilma Nushi hyrë në lojën për tendrat e ilaçit për të sëmurët që vuajnë nga Von Willebrand, vlera e fondit u rrit menjëherë me afro 830 milion lek. Ndërsa konkurrentët nuk afrohen, e kanë lënë Nushin të marrë pjesë vetme. Skandali mori drejthiet tani që tenderin e kishte në dorë ministri Blendi Gonxha. Kujtojmë se Gonxha i hodhi në dorë tendrat e shëndetësisë menjëherë pasi kaloi në varësinë e tij operatorin e blerjeve të përqendruara. Nushi ka krijuar një bashkim me 4 operatorë ekonomik që janë në ombrellën e saj. Këta janë nipi i saj Endrit Hido, Ilir Shehu, Rasim Hamzaraj dhe Luan Tekli. Të katërt do të ndajnë rreth 345 milion lek të reja ku përfshihet edhe TFSH-ja. Bëhet fjalë për tenderin me objekt loti 72, Human Coagulation Factor 8. Ky është një medikament që trajton të sëmurët me sëmundjen e rrallë, e quajtur Von Willebrand. Është një çrregullim për të cilët gjaku nuk pikset siç thuhet. Gjaku përmban shumë proteina që ndihmojnë në piksjen e tij kur është e nevojshme. Një nga këto proteina quhet dhe faktori i kësaj sëmundjeje. Ky faktor është shfrytzuar nga grupi i Nushit për të shtuar fitimet. Nga buxheti i shtetit janë ndarë plot 287.7 milion lek të reja ose 345.2 milion lek duke përfshirë TFSH. Në tenderin e mbajtur më 29 qershor 2026, pjesëmarrësi i vetëm është grupi i Nushit, Bashkimi i Operatorëve Ekonomik, Medikament SHPK, Megafarma SHPK, Lekje SHPK dhe Trimed SHPK. Tenderi ka merituar valvitjen në një flamuri të kuq që është sinjali i riskut të korrupsionit. Me një ofertë gati sa fondi limit të shpallur fituese zyrtare më 27 korrik 2026. Ata janë futur në këtë kontratë në mënyrë të barabartë e fitojnë secili 25% të vlerës së blerës së ilaçit të sëmundjes së rrallë. Kur tenderi zhvilloi nga Ministria e Shëndetësisë në vitin 2022 për të njëjtën sasi ilaçesh, tenderi Human Coagulation Factor 8 e kishte fondin limit 204.6 milion lek të reja. Më 19 maj 2022 fituesi u shpall Megafarma SHPK. Në vitin 2024 kur hyri në lojë Vilma Nushi dhe grupi i kompanive të mosipërme, fondi limit u bë më i madh. Tenderi i Ministrisë së Shëndetësisë me objekt loti 44 Human Coagulation Factor 8 ju dha 4 kompanive që fituan edhe në vitin 2026. Procedura u zhvillua në mungesë konkurrencë dhe u vlerësua patjetër me flamur të kuq. Binde në sy ndryshimi menjëhershëm i vlerës totale për të njëjtën sasi ilaçesh. Fondi limit ishte caktuar rreth 266.6 milion lek të reja pa përfshirë TFSH. Kjo rritje e fondit vazhdoi sërish në vitin 2026, sepse në mes ishte faktori korrupsion. Por kush janë përfituesit e blerës së ilaçeve për sëmundjen e rrallë? Këto veprime bëhen në hijen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të operatorit të blerjeve të përqendruar në bashkëpunim me autoritetet e spitaleve. Dhe është shumë e lehtë kur je nipi i oligarkës Vilma Nushi, pronare së koncensionit të check-upit të shëndetësisë. Trimed SHPK në letra është pronë e Endrit Hidos, nipit të Nushit dhe Gentiana Peshkatarit, ish punonjëse e Nushit. Fillimisht oligarkja ja ka shitur aksionet e saj shtetasit anglez Dominic Noel William Evans. Anglezi është bashorti i mbesës së Nushit Ledina Hido. Ndërsa si administratori e Trimed është Gentiana Peshkatari, e cila kryen këtë funksion që në vitin 2016. Kompania e Barnave Rio Pharma SHPK është një tjetër filial i krijuar nga Vilma Nushi për ta përdorur si kanal për tërheqjen e parave publike. Këtë kompani Vilma Nushi e kishte kaluar në emrin e burrit të motrës, Edmund Hido. Në vitin 2020, Vilma Nushi i shet vetes kompaninë Rio Pharma, në fakt Trimed, të cilën e kontrollon nipi Endrit Hido, e ka përthitur subjektin e mosipër. Kompania Rio Pharma e përdorur në afera korrupsioni u shkri me kompaninë Trimed në qershor 2024. Kjo është një tentativë për të zhdukur gjurmët e Rio Pharma. Vilma Nushi ka marrë pjesë në zhdukjen e kompanisë së korrupsionit Hermes të Arben Ahmetaj, me cilën u vodhën nga Alp Telekom miliona euro me impulse telefonike deri në vitin 2004. Në vitin 2016, Alp Telekom ishte në gjyq me kompaninë Hermes, të cilës i kërkonte t'i kthente 2 milion euro. Afera u mbyll me marrëveshje në vitin 2016 nga Arben Ahmetaj, kur ishte ministri i financave. Alp Telekom hoqi dorë nga pretendimet ndaj Hermes. Kujtojmë që Ministria e Financave ishte aksionere të Alp Telekom. Hermes u përthith nga kompania Hë Communication me aksionere Vilma Nushit. Në këmbim Ahmetaj dhëndrin e Vilma Nushit Endrit Duçka e kishte emëruar pronar të pronës publike duke kaluar disa pasuri publike në pronësi të shokëve të Ahmetaj. Ndërkaq në vitin 2011, Communication u përthith nga kompania One Albania. Vilma Nushi përdor emrin e motrës së saj, Malinda Hido, për kompaninë e tregtimit të mallrave të ndryshme Interlogistik SHPK, e cila ka fituar 85 tendera publik me vlerë miliona euro. Malinda Hido, motra e oligarkës Vilma Nushi, fiton çdo tender ku merr pjesë, fal lidhjeve të forta me qeverinë të krijuara nga motra e saj Vilma Nushi. Kontrolli i lartë i shtetit ka konfirmuar përmes disa raporteve se koncencioni i check-upit ka përvetësuar rreth 4 milion euro para publike për shërbime të pakryera. Dëmi ekonomik u deklaruar për herë të fundit në korrik 2025 në mbledhjen e Komisionit Hetimor për koncencione në shëndetësi nga audituesja e KLSH-s, Selime Brek. Zyrtare deklaroi se këto shifra rezultojnë të kenë rritur fitimet e kompanisë koncesionare deri në 32%. KLSH ka zbuluar se vetëm gjatë një viti Vilma Nushi ka përfituar në mënyrë të padrejtë
edhe 2.3 milion dollar të VSH të rimbursueshme. Dhe kjo vjedhje është zbuluar dhe faktuar nga raporti i kontrollit të lartë të shtetit, ndërsa mësohet se pagesa është bërë nga fondi i sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor. Sipas KLSH-s, kthimi i parave te kompania e Vilmanushit është bërë në mënyrë të padrejtë. Ndërkaq kontrolli i lartë i shtetit ka ushtruar një kontroll në FSDKSH për vitin 2022. Nga auditimi i veprimtarisë është konstatuar se FSDKSH në ndërtimin e Albana Adhamit dhe Ogerta Manastirliut kanë paguar Vilmanushin për 20.172.000 analiza të pakryera. Raportet e KLSH-s tregojnë se skema e vjetjes së parave publike nga Nushi ka vijuar nga viti 2015 deri në vitin 2022. Koncezioni po hetohet nga SPAK për më shumë se sa 6 vite, kur është hapur procedimi numër 122 i vitit 2020. Firma tjetër e grupuar pra Nushit në tenderin lot 72 është Medikamenta, pronë e Ilir Shehut, i skeduar për pastrim parash, ilaçe të skaduara, manipulim të tregut të ilaçeve, mashtrim për rimbursimin e TVSH-s për medikamente në vlerën 2 milion euro, vepër për cilën është edhe dënuar. Sipas Nadir Çavushollit, rivali i tij në biznes Ilir Shehu është dënuar për trafik droge në Itali me emrin Ilir Pasholli. Në vitin 2013, kur nuk pyesnin se ku i gjete parat, Ilir Shehu bleu 40% të aksioneve të kompanisë së Barnave Medikamenta. Pjesën tjetër të aksioneve 60% figuronte normalisht në emrin e 67 vjeçarit italian Riccardo Celessi. Italiani i mbante aksionet përmes kompanisë Farmacia Celessia SRL. Shehu i bleu 40% të aksioneve për 400.000 euro. Gjatë 5 viteve të fundit, kompania Medikamenta e vetme dhe në bashkëpunim ka marrë rreth 40 milion euro tendera në shëndetësi për furnizim me ilaçe, në disa raste në marrëveshje me Dajan e Petrit Vasilit, Rasim Hamzaraj, apo me Luan Leklin, me rimangën e ilaçeve të skaduara. Pak vite më parë, Ilir Shehut i doli emri i përfshirë në një skem mashtrimi me Barna, ku ishte implikuar dhe një farmacist i QSUT-s. Aktualisht Shehu e ka larguar italianin që e mbante formalisht aksioner dhe i ka kaluar të gjitha kuotat në emrin e tij. Personazhi tjetër i grupuar nga Vilma Shehu është Luan Lekli, pronari i Lekli SHPK. Kompania ka marrë afro 200 tendera të dyshimt me favorizime, ku shpesh është denoncuar për skandale dhe barna të skaduar. Emri i tij dhe kompania e tij janë përmendur gjatë raporteve, dëgjesave parlamentare dhe auditimeve të KLSH-s, lidhur me menaxhimin, furnizimin dhe tregun e barnave në shërbimin onkologjik të QSUT-s. Një tjetër pjesëtar i grupit është Rasim Hamzaraj, i njohur si Daja i ish-ministrit të shëndetësisë Petrit Vasilit. Ai është bashkëpronar dhe administrator i kompanisë farmaceutike Megapharm. Deri në vitin 2018, Hamzaraj kontrollonte vetë kompaninë. Nga viti 2018 deri në janar 2024 e kontrolloi kompaninë përmes bashkëshortes Monika Hamzaraj. Ai e shiti aksionet bashkëshortes për 60.000 lekë. Ndërkaq zonja Hamzaraj e shiti më pas këto aksione për 2.3 milion euro. Ka dyshime të forta se shitja e aksioneve si në vitin 2018, ashtu dhe në vitin 2024 janë fiktive. Gjatë qeverisjes së Edi Ramës, Megapharm ka marrë tendera në shëndetësi me vlerë mbi 45 milion euro. Duke i grupuar bashkë këto 4 kompani, Vilmanushi ka krijuar një kartel që fiton tendera. Ajo është koncesionarja kryesore e shëndetësisë, por vë rregullin e saj edhe në tendera. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.